Nesër mesditë përfundon afati për gjithë ata që duan të garojnë për postin e kryetarit partisë më të madhe të opozitës, Partisë Demokratike. I vetmi kandidat në garë deri më tani është lideri historik i PD-s Sali Berisha, i cili duket se do të jetë edhe kandidati i vetëm për drejtimin e Partisë Demokratike për 4 vitet e ardhshme. Sipas udhëzimit të PD-s që mban datën 18 prill, ata që duan të kandidojnë për të qenë kryetar të PD-s duhet dorëzojnë dokumentacionin deri në orën 12 të datës 30 prill. Ky udhëzim saktëson se kandidatët duhet plotësojnë disa kritere, të jenë anëtar të Partisë Demokratike prej të paktën 10 vitesh, të kenë profil shumë të lartë publik e politik, të kenë eksperiencë drejtuese në betejat politike të Partisë Demokratike, të mos preken nga ligji i dekriminalizimit. Në datën 17 mars, kryesia e Partisë Demokratike vendosi që zgjedhjet për kryetarin e PD-s të zhvillohen në datë 23 maj. Publikisht ambicien për të kandiduar për kreun e PD-s e ka shprehur edhe ish deputeti Ervin Saliani, por Partia Demokratike ka deklaruar se ai është përjashtuar, duke bërë qartë se nuk ka të drejtë të kandidojë. Në këtë situatë duket se në 23 maj vetmi kandidat do të jetë Sali Berisha, i cili do të kërkojë besimin e demokratëve për t'i udhëhequr në 4 vitet e ardhshme. Sali Berisha ka dominuar Partinë Demokratike prej krijimit të saj në dhjetorin e vitit 90. Ai u zgjodh kryetari i PD-s në vitin 91 e qëndroi në këtë detyrë deri në vitin 1992, kur u bë presidenti i Shqipërisë. Berisha u rikthye në krye të Partisë Demokratike në vitin 97 dhe drejtoi këtë parti deri në vitin 2013, kur dha dorëheqjen pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare. Në shtatorin e vitit 2021, Berisha nisi lëvizjen foltoria, pasi Lulzim Basha, së kohë kryetari i PD-s, e përjashtoi nga grupi parlamentar. Në dhjetorin e vitit 2021, demokratët shkarkuan Lulzim Bashën dhe në 22 maj në vitit 2022, Sali Berisha u zgjodh kryetari i Partisë Demokratike.